Selamun alaikum hoq, Allah të shpërbleft, na I ke fresku zemrat me këtë ligjërat. Doa të bëj një pyetje, jam I ri 16 vjeçar, doa ta di cila është mosha ideale për martesë, pasi që sot të rinjt dhe të rejat po e shqin martesën, Allah të shpërbleft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar rrugës dhe o takuar me disa djemë të ri, që në gjuhën arabe I thuhet ash-shabab. Shabab janë djemë të ri që sipas kuptimeve gjuhësore nuk I kanë bën 25. Djemë të ri, shabab ose pjesa e parë e rinisë, për shkak se rinia vazhdon deri në moshën 40 vjet. Prej kalimit në moshën madhore deri në moshën 25 vjeçare është rinia e hershme. Prej 25 deri në 35 është rinia e mesme, e prej 35 deri në 40 është rinia e vëndshme. Dhe për to që në 40 janë hala 3, në të gëzohen ata që I kanë ka 40 dhe në t'japin vullnet vetes se hala janë 3 që në ka funi. Aja që është argument për këte, është fjala e Allahu subhanahu wa taala, wa balagha 40 sana, kur vjen koha që njeriu I mush 40 vjet, kalon tashmë me një forma e të menduarit ndryshon, edhe dëshirat e tij ndryshojnë, edhe jeta e tij hyn në me një fazë tjetër se ka kaluar rinia. E vazhme, por ka qenë rini. Kjo është argumenti I parë. Argumenti I dytë, që njeri 40 vjet është I ri, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili kur është bërë pejgamber I ka pas 40 vjet. Dhe nëse e keni lexuar historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mushrikët e Mekës kanë thonë, ka ardhur një djalë I ri, po na thirr me një fe, diçka që kundërshtim me baballarët e tonë. Çish kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, djalë I ri, sa vjet I ka pas ky? 40. Ta shabab janë periudha e parë e jetës që maksimumi është më kon 25 vjet. Kur ka ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrugës e I ka takuar këta djem, ju ka thonë, ja ma'ashar ash-shabab, o ju djemë të ri, grup I djemëve të ri. Men istata'a bikumul ba'ata falyatazawwaj. Kush mundet për juve mu martu, a moni shkoni martoni me ne. Sa vjet I ki? 16, 17, 18, 19, 20, a ki mundësi me u martu? Shko martu. Men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Kush ka mundësi me u martue, në të martohet. Çka është mundësia? Çka është kush ka mundësi me u martu? Mundësia nuk ka diskutim, çështja e parë është mundësia fizike. Nëse ka aftësi me u përgjigj nevojave të gruas që e merr për martesë. Çështja e dytë është aspekti ekonomik, ti mundesh më martu, po ta nëse I thoj babës sa dhe blemi qëto se jo martu tash ti duhesh më martu. Ti duhesh më pas aftësia dhe më e siguru jetesën. Kush ka mundësi me nestata me kumulba, kush ka mundësi me u martu, janë këto dy kushte kryesore. Përgatitja e tij fizike edhe aftësia e tij për me e majt veten edhe gruan e vet për momentin. Sa vjet mi pas në shariatin islam si të hyn në moshën madhore, ligji shariatik nuk e ndalon martesën. Tanë që ka hyrë moshën madhore, është I aftë për me I kry detyrimet ndaj gruas vet, edhe është I aftë me e siguru jetesën për vetë edhe për familjen e vet, duhet edhe është koha ideale me u martu. Disa dietarë të tjerë kanë marrë si shembull rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili kur u martui ka pas 25 vjet, edhe kjo është funi
mas largë me qua 25. Edhe në para se me thonë sa është ideal, nëse spjegojmë këtë njëro shumë ma qartë, mos e vënëni ma shumë se 25 vjetë martese. Masalena më herët, si cili e din vetën e vetë. Por një fund, edhe pse nuk do më thonë që kush su martu dire atër, ka merë pa martu, se martu edhe do që i kanë pas edhe ma shumë vjetë se që kaq, por si limiti fundit, mos më kaluë 25 vjetë. Kush mundet më martuë, për nga nërsa më ka thonë martonë. Kush mundet, do të më agjëru. Komentatorët e hadithit, në shpjegimin e këtë hadithi, kanë thonë djemë të rritë të cilët as nuk martuën, as nuk agjërojnë, janë gjëna qonë. Njënën për dyjave do të me bo, ose më agjëru, e me dekuni, ose më martuë, edhe thënë e hanë bukë se harët të kishë qefë. Allahu a'lem.